Nëse keni debate në shtëpi dhe ju ecën ters, merrni një gjethe dafine dhe largoni syrin e keq. Shumica prej nesh ka dëgjuar për syrin e keq dhe i besojnë atij, ndërsa disa persona të tjerë mendojnë se syri i keq nuk ekziston, por është thjesht një moment i njeriut i cili bie në depresion ose ndjen lodhje nga mënyra të ndryshme. Ju mund t'i vini çfarë do emri që ju doni, por një gjë është më e sigurt që ka disa momente në jetë që jeta juaj nuk shkon paksa mirë dhe ju jeni të rrethuar nga një valë e madhe energjisë negative. Dhe kur ndodh kjo gjë, neve më re që nuk jemi as pak në humor ose në shumicën e kohës, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndërmend na vinë vetë të mendime të këqija për të tashmen dhe për të ardhmen, dhe na duket sikur nuk do të kemi asgjë të sigurt në jetën tonë. Energjia negative mund të ketë shumë burime të origjinës dhe është e rëndësishme t'i njohim ato për të rregulluar problemin dhe për të marrë hapa për të korrigjuar të gjitha problemet e mundshme. Edhe pse në shumicën e rasteve kjo energji negative nuk vjen prej nesh, por vjen nga personat që kemi pranë nesh, dhe duke vlerësuar faktin që nuk i ndryshojmë këta persona, sot do ju tregojmë një mënyrë se si ne të bekojmë vetë jetën tonë sipas Feng Shui. Ndaj edhe në këtë video do të tregojmë një mënyrë me të vërtet popullore të largimit të energjisë negative, por më parë do ju rrëfejmë disa shenja se si do dalloni me lehtësi nëse rreth jush ka prezencë të kësaj energjia negative sipas Feng Shui. Ja kush janë shenjat kryesore kur rreth jush sillet një sasi e madhe energjisë negative. Shenja e parë: paratë nuk rrjedhin kollaj, faturat e papaguara fillojnë të grumbullohen dhe ju nuk e dini se ku po shkojnë paratë tuaj. Ngecja e prosperitetit është një shenjë se rruga e rritjes është bllokuar dhe kur po fitojmë mjaft para. Shenja e dytë: ndiheni të lodhur, të raskapitur dhe të zhgënjur lehtësisht. Ju kaloni ulje ngritje dhe përfundoni duke dëmtuar veten. Ju jeni ende të raskapitur edhe pse pas një pushimi të mirë të gjatë natës edhe një diete të ekuilibruar. Shenja e tretë: ndjeni të stresuar dhe të paaft për të menaxhuar aktivitetet e përditshme, gjëra që ishin më parë më të lehta. Shenja e katërt: jeni më të predispozuar ndaj infeksioneve më shumë se normalisht dhe filloni të sëmureni më shpesh. Shenjat e një sistemi të ulët imunitar të mbuluar nga stresi mund të jenë shenja edhe të syrit të keq. Shenja e pestë: komunikimi preket. Njerëzit duket se nuk janë në gjendje t'ju kuptojnë dhe ju mendoni se nuk i kuptoni të tjerët. Shenja e gjashtë: është e vështirë të kujdesesh për veten dhe nuk mund të gjesh asnjë moment për veten tënde. Shenja e shtatë: modeli juaj i gjumit ndikohet nga ëndrat dhe maktet e çuditshme. Nënvedia juaj përpiqet ju paralajmërojë se diçka nuk është në rregull me ju. Shenja e tetë: mendime dhe emocione negative duket se shfaqen sa herë që përpiqeni të qetësoheni, dhe pjesa më e keqe është se sa më shumë që të përpiqeni të ndaloni, aq më e vështirë do të bëhet ajo. Shenja e nëntë: ju humbisni çelësat, paratë, kuletën, rrobat e të tjera, dhe nuk mund t'i gjeni, edhe pse në të shumtën e rasteve janë përballë jush. Shenja e 10: pamundësia për të përqendruar me mendjen që endet nëpër gjërat e rastit ndërsa përjetoni ndonjë ndjenjë zbrazëtie. Edhe tani të mësoni se si të hiqni qafe energji negative dhe të pastroni ambientin dhe shpirtin tuaj. Nëse ju mendoni se energjia negative është shumë e fortë dhe nuk mund të largohet, ju do të mahniteni kur të zbuloni se sa thjesht largohet ajo. Nëse sot do të gjesh në shtëpinë tënde gjethet e dafinës, atëherë merr disa gjethe, aq sa të jetoni ju në shtëpi dhe kështu, nëse jetoni 4 njerëz në shtëpi, ju merrni 4 gjethe të fata të dafinës, dhe nëse jetoni 3 persona, ju merrni vetëm 3 gjethe. Dafina është bima e pastërtisë dhe bekimeve dhe është bima që na lidh me forcën shëruese të universit, ndaj vetëm në këtë metodë shumë të thjeshtë, ju në pak kohë do të vini re se bekimi dhe fuqia hyjnore do të hyjnë në shtëpinë tuaj. I diqni ato vazhdimisht në ambientet e shtëpisë dhe lini që të gjithë
ambiente të përjetojnë edhe këto ndryshime. Do të përapen mirë në të gjitha pjesët e shtëpisë dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë edhe të ktheni gjithashtu anën tuaj pozitive, të cilët ju ka munguar prej kohësh. Energjia negative mund të ndikojë drejt për së drejti gjithashtu edhe në aktivitetet tuaja. Mënyra juaj e jetesës, si ndiheni dhe si veproni, sjell edhe akumulimin e energjive pozitive ose negative në shtëpinë tuaj. Kjo energji ndikon drejt për së drejti në të menduarin, në emocionet dhe në shëndetin tuaj fizik. Ndërtimi i energjisë negative në një shtëpi mund të shkaktojë ose të intensifikojë problemet në marrëdhënie, pagjumësi, probleme kronike shëndetësore, depresion, ankth ose një cikël të përsëritur të çështjeve financiare ose profesionale. Pjesa më e madhe e shtëpive nuk pastrohet nga energjia negative. Pastrimi i shtëpisë suaj nga energjia negative përmirëson ndjeshëm cilësinë e jetesës, duke siguruar jetesës një mjedis harmonik të energjisë që mbështet mirëqenien tuaj. Por si të largoni energji negative nga shtëpia? Ja disa këshilla për të gjitha ata që duan të përmirësojnë jetesën e tyre dhe të largojnë problemet që kanë. Minimizoni konfliktet, maksimizoni dashurinë. Konfliktet e zgjatura në marrëdhënie mund të kenë efekte të mëdha në energjinë e një shtëpie. Përpiquni për të minimizuar konfliktet e vjetra dhe zgjidhni argumentat për të përjetuar ndryshimet. Qeshni më shumë. Shikoni për mundësinë për të kaluar kohën me gjithë familjen së bashku me shtëpinë tuaj në një mënyrë pozitive dhe të dashur. Minimizoni përdorimin e pajisjeve elektrike. Si televizori, kompjuteri, telefoni dhe pajisjet e lorjave çojnë në dridhje negative në shtëpinë tonë. Nëse jeni të rrethuar vazhdimisht nga pajisje elektronike, konsiderojeni këtë si një mundësi për të ndryshuar. Limitoni përdorimin e kompjuterit pa arsye, sidomos edhe gjatë natës, sidomos në një dhomë të errët. Zëvendësojeni atë edhe me diçka të bukur, siç është muzika e këndshme. Ndizni qirinj. Vendosni qirinj të ndezur në dhomën kryesore të shtëpisë. Ato do të krijojnë ambiente relaksuese dhe duket sikur thithin të gjithë energjinë negative tuaj. Megjithatë, është e rëndësishme të mos bëheni fanatik për këtë çështje, pasi kjo gjë mund të rrisë nivelin e frikës, duke ju bërë gjithashtu edhe më shumë negativ. Përpiquni të ndryshoni vazhdimisht edhe ambientet ku jetoni. Nëse nuk ju pëlqen energjia që personat lëshojnë rreth jush, atëherë përpiquni të qëndroni me persona më pozitiv. Shumica prej nesh ka dëgjuar për syrin e keq dhe i besojnë atij, ndërsa disa persona të tjerë mendojnë se syri i keq nuk ekziston, por është thjesht një moment i njeriut i cili bie në depresion ose lodhje në mënyrë të vazhdueshme. Po ju, në cilën kategori bëni pjesë dhe sa besoni tek syri i keq dhe ndryshimet që ai do të sjellë për ju? Njerëzit janë një qenie e energjisë, të duash, të ndihesh i gjallë dhe të krijosh vlerat, janë të gjitha format e energjisë. Bota e gjallë gjeneron energji dhe të gjithë ne jemi të prekur nga mjedisi jetësor pavarësisht nëse jemi të ndërgjegjshëm për këtë ose jo. Në Feng Shui, ne quajmë këtë rrjedhë të energjisë Qi, dhe gjithashtu kemi renditur disa arsye se si ajo ndikon në jetën tonë të përditshme. Po ajo që duhet të kuptojmë është se energjia Qi përbëhet nga dy faktorë, e mira dhe e keqja. Nëse jeni të prekur nga forca negative të Qis, atëherë ka shumë mundësi që të ndjeni lodhje, rënje të humorit, vetbesim të ulët, vetvlerësim të ulët dhe në shumë pengesa edhe fat të keq. Në këtë video do ju njohim me shenjat që të cilat flasin për energjinë negative, sidomos ato Qi të cilat mbizotërojnë tek ju. Ndjeni vazhdimisht të trobitur dhe pa energji. Nëse ndjeni të lodhur pavarësisht sasive të gjumit që bëni çdo natë, madje edhe pasi flini 10 orë gjumë, atëherë kjo mund të jetë për shkak të energjisë negative Qi. Fshiheni në zonën tuaj të realisë. Nëse keni frymëzim dhe ju mungon energjia për të bërë ndryshime në jetën tuaj, kjo mund të jetë për shkak të energjisë negative. Gjithmonë jeni me vonesë. Shpenzoni shumë kohë për të bërë gjithashtu gati dhe ikni edhe në kohën e shpenzuar kohë dhe asgjë nuk i keni realizuar. Kjo mund të jetë për shkak të privimit që mund të keni për shkak të kësaj energjie. Fitoni shumë por asnjëherë nuk ja dilni. Kjo mund të lidhet gjithashtu me anën tuaj psikologjike dhe ato të energjisë negative. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.